Pika e tretë, informim mbi konkluzionet e konferencës 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian në kuadër procesit negociatave të antarësimit. I nderuar zoti kryetar, të nderuar deputet, në përgjigje të kërkesës së bërë dhe duke pasur parasysh rolin që ka Ministria për Ofrën e Punëve të Jashtme, po tani çfarë do bëjmë? Por seancën e ka ai. Ka për një kërkesë zonja Vokshi që do flasë. Ju lutem uluni. Do ta kishin marrë fjalën me kohë, zoti Kaso, nëse do ta lejoni të përfundoj fjalën ministri. Pak rëndësi ka, mos hynin në përmbajtje. Tani çdo njeri thot atë që mendon. Ju kur të flisni, me njerë mbas ministri do flisni të gjithë. Do flisni të gjithë lista e regjistruar. Duke filluar nga zonja Tabaku, se e kemi lajmëruar, dhe janë afërsisht 20 të tjerë që do flasin me njerë. Po nuk merret kështu, nuk merret fjala kur e do, kur ta jep rregulloria. Rregulloria s'ta jep në mes të fjalës së dikujt tjetër. Jo, është zonja Tabaku mbas fjalës ministrit. Zoti Balla, për procedurë, për propozim. Propozim. Zoti kryetari kuvendit, të dëgjojmë propozimin. po shoh që protestohet se kërkohet fjala e zonjës Tabaku edhe pse zonja Tabaku nuk është në sallë. Protest më qesharake se kjo. Kërkohet që të marri fjalën dikush që nuk është në sallë, nuk e kisha parë ndonjëherë. E dyta, sipas nenit 49 të rregullores së kuvendit. Më vjen shumë keq për këtë situatë të krijuar në mënyrë artificiale. Kërkohet për të marrë fjalën 3 minuta, ndërkohë që këtu opozita e ka mundësinë ta marrë fjalën 300 minuta. Nuk duan të flasin 300 minuta, por duan të flasin vetëm 3 minuta. Për një deputete që nuk është sallë, të drejtën për ta kërkuar fjalën e ka deputetja. Ne jemi informuar që mbrëm për këtë strategji. Ne duam të diskutojmë për ligjin për amnistin. Ne duam të ketë një diskutim të gjerë për kodin rrugor. Duam që ta përdorim këtë seancë si një komunikim me publikun për rëndësinë që ka ndryshimet në kodin rrugor, qofshin ndryshimet e propozuara nga qeveria apo ndryshimet propozuara nga kolegë deputet Partisë Socialiste, të cilat shpëtojnë jetë, të jesh sot këtu për të bllokuar kuvendin, për të bllokuar ndryshimet në kodin rrugor, ku përpjekja e deputetëve është të shpëtojnë jetë nga aksidente rrugore. Kjo është një turp i madh që bie me ju. Ne jemi sot këtu për të votuar 2 ligje që janë pjesë e agjendës tonë europiane. Ne jemi sot këtu për të dëgjuar ministrin e jashtëm,
për të informuar shqiptarët mbi konferencën e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në pamundësin, pas një tentative si asnjëherë më parë, për plot gati 5 orë, ne jemi në kushtet, zoti kryetar, që propozoj ndërprerjen e diskutimeve, interpelancat të quhen të ekzekutuara dhe kalimin e njëherë në votim. Kërkoj zoti kryetar që pas dëgjimit një pro dhe një kundër, propozimi im të hidhet në votim. Faleminderit. Tani, kur ndërprem seancën në pushimin që morëm, kam ftuar kryetarët e grupeve parlamentare. Fatkeqësisht, kryetarët e grupeve parlamentare të opozitës nuk kanë ardhur. Mbas rivjellimit të seancës, kryetarët e grupeve i kam ftuar për të zgjidhur, për të diskutuar mbi zgjidhjen e ngërçit të seancës. Për këtë arsye kam dhënë fjalën edhe zotit Balla dhe çdo kryetari tjetër grupi, zoti Bardhi, nëse keni për të thënë si kryetar grupi një qëndrim ose propozim për të zgjidhur situatën e krijuar, patjetër mund ta merrni fjalën ju edhe kryetarët e tjerë të grupeve parlamentare, sepse nuk di mënyrë tjetër se si mund të zhbllokohet situata. Disa pushime kemi bërë, vazhdon i njëjti bllokim, në kundërshtim me rregulloren është bllokuar seanca. Kryetarët e grupeve duhet të shprehen, të propozojmë dhe të vendos seanca. Kemi një propozim nga kryetari i grupit të majorancës për ndërprerjen e diskutimeve. Ka propozim tjetër para se ta votojmë? Keni? S'ka propozim. Dakor, kalojmë atëherë në votimin e propozimit të zotit Tauland Balla për ndërprerjen e diskutimeve mbas të nenit 49 të rregullores dhe kalimin në votim për shkak të pamundësisë të vijimit të seancës. Kush është pro? Nuk numëroni vota aty lutem. Pro, kundër, abstenim. Atëre, sa? 79 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka. Një kundër ndjes. Një kundër, abstenim nuk ka. Miratohet, dy kundër. Miratohet propozimi për ndërprerjen e diskutimeve. Përgatituni për procesin e votimit, 5 minuta pushim.